Sektori i ndërtimeve në vend i është nënshtruar një kontrolli të imtësishëm në terren nga administrata tatimore. Ministri i Financave Petrit Malaj tha se nga kontrollet e ushtruara në agjencitë imobiliare u evidentuan shkelje, përfshirë mungesë transparence në çmime, mos deklarim real i pagave dhe shmangje e faturimit. Një aksion pritet që të nisë së shpejti edhe për sektorin ushqimor, turizmin dhe tregtinë online. Pas mesazheve ndërgjegjësuese, në fakt një pjesë e mirë e subjekteve kanë reflektuar dhe më konkretisht për rreth 118.000 të punësuar, të cilët janë të punësuar në sektorin e ndërtimit. Në muajin dhjetor 2025 kemi patur një rritje të fondit të pagave me 9% krahasuar me muajin shtator 2025, duke arritur në rreth 78 milion euro. Po kështu, qëllimi jon është formalizimi i ekonomisë dhe rritja e deklarimeve reale që ushtrojnë këto subjekte tregtare. Financa tashmë kanë hartuar një ligj edhe për sigurimin e detyrueshëm të banesave nga tërmetet, i cili pritet të kalojë së shpejti në qeveri. Sipas Malaj, përmbytjet dhe zjarre do të përfshihen në këtë ligj, pasi të realizohen studime sipas zonave të riskut. Në momentin ligji do të paraqitet vetëm për sigurimin e detyrueshëm nga tërmeti. Për fatkeqësitë e tjera natyrore do duhet që të bëhet një vlerësim dhe një analizë risku me zona, sepse nuk mundet përcaktojmë një sigurim të detyrueshëm për përmbytjet në zona ku nuk kemi përmbytje, zonat malore për shembull, sikundër edhe me zjarre do duhet që të bëhet një vlerësim dhe një analizë risku, cilat janë ato zona të cilat përballen më shumë me fatkeqësitë natyrore siç janë zjarret. Për sa i përket procesit të rivlerësimit, Kreu i Financave tha se tashmë po përgatiten të gjitha aktet nënligjore dhe procesi parashikohet që të nisë në mes të muajit shkurt. Ligji i rivlerësimit, siç e dini, u miratua me paketën fiskale. Ky ligj ka hyrë në fuqi në datën 22 janar dhe udhëzimet përkatëse që shoqërojnë këtë ligj pritet që të miratohen shumë shpejt. Besoj që brenda gjysmës së parë të muajit shkurt do të kemi udhëzimet përkatëse në mënyrë që të vijohet me procesin e rivlerësimit. Aksioni kundër informalitetit pritet që të vijojë deri në 23 maj të këtij viti në sektorin e ndërtimeve, për të vijuar më pas në sektor të tjerë të rëndësishëm të ekonomisë.